Ka disa njerëz që thjesht e kanë ato diçka që i bën tërheqës dhe të paharrueshëm. Ata tërheqin vëmendjen pa munduar as pak, madje kur janë më të thjeshtë dhe natyral. Sharmi i natyrshëm, karizma dhe energjia që këto shenja lëshojnë janë më të forta se çdo strategji e mundshme. Dhe nëse ndonjëherë ke menduar se ka njerëz që kanë diçka tjetër, mund të jetë thjesht fuqia e shenjës së tyre. Luani, zjarri i natyrshëm që shkëlqen gjithmonë. Luanët kanë një sharm të natyrshëm që nuk kalon kurrë pa vënë re. Ata janë të lindur për të tërhequr vëmendjen, qoftë duke kaluar rrugës, duke kërcyer në një festë apo thjesht duke ecur me stil të natyrshëm. Ndonse duan vëmendjen, ata janë gjithashtu lider të natyrshëm dhe nuk bëjnë asnjë përpjekje për të mbajtur një imazh. Në fakt, është pikërisht kjo thjeshtësi dhe siguri që i bën të veçantë. Peshorja, mjeshtra e bisedave dhe sharmit të padukshëm. Peshorët janë të lindura për aftësitë e tyre në komunikim. Me sharm dhe ngrohtësi të natyrshme, ato krijojnë lidhje të menjëhershme me çdo person që takojnë. I udhëhequr nga afërdita, sharmi i tyre është pamundim dhe gjithmonë tërheq audiencë. Nuk do të përjetoni asnjëherë një moment të heshtur dhe të cikletshëm kur jeni në shoqërinë e një peshoreje. Gjithmonë do të keni një bisedë interesante dhe një buzëqeshje që ju do t'ju mbajë ngrohtë. Akrepi, sharmi i errët që tërheq dhe magjeps. Akrepi ka një energji misterioze që jep një magnetizëm të natyrshëm. Pa bërë ndonjë përpjekje të madhe, ai tërheq dhe mbart një atmosferë sekreti dhe intrigueshmërie. Shikimi dhe gjua e trupit të tij janë të mjaftueshme për të magjepsur, por pas këtij sharmi të errët fshihet një humor i mprehtë dhe tërheqës që është gjithashtu një aspekt që njerëzit nuk mund ta rezistojnë. Sharmi i natyrshëm i këtyre shenjave është më shumë se një karakteristikë, është një dhuratë që të bën të ndihesh tërheqës dhe të dashur nga të tjerat pa pasur nevojë për asnjë fjalë të mëtejshme. Këto shenja e dinë se si të lënë një ndikim të paharrueshëm.